Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 11 nëntor të 2025. Një ditë që kërkon jo vetëm vëmendje, por meqense kemi një aktivitet planetar që do të thotë çfarë na ofron. Data 11 kemi Jupiterin, planetin e fatit zjarimit, guvernatorin e Shigjetarit. Kthehet në pozicionin në retrograd, në gafore. Dhe periudha retrograd e Jupiterit zgjat rreth 4 muaj. Dhe është një periudhë që na inkurajon të bëjmë një analizë vetvetes son dhe të shohim gjithçka që na jep gëzim dhe për të cilën jemi mirënjohës për jetën tonë. Është një kohë për të menduar për të ardhmen tonë në aspektin e zhvillimit shpirtëror dhe të punës dhe jo vetëm. Por meqense sjelljet ose varësitë tona problematike, është mirë që t'i heqim nëse mundemi t'i zvoglojmë. Kjo do të thotë shenjat dhe ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen në kënde të ndryshme, japin shumë ndikime. Megjithatë, ku në një farë mënyre edhe Mërkuri, por dhe Jupiteri, që kthehen në retrograd, por pikërisht Jupiteri, që është në ndikim shumë të madh, do të thotë gjërat janë pozitive, por vini re që këto që kthehen në retrograd, çfarë ndodh në anën tjetër? Është thik me dy presa. Prandaj them gjithmonë kur keni probleme trokisni, kur vinë planetët në retrograd, të dashur të rishikues të mi, kudo ndodheni, kuptojeni këta. Nuk është problem, mos shikoni se çfarë flitet nëpër kafeneja ndo gjëra të tilla, që bëhet kjo, bëhet nami, çfarë duhet bëjmë, duhet të rregullojmë, duhet të a thua se gjithmonë ndodhin gjëra të çuditshme. Por kjo është diçka që neve mësojmë nga gabimet, por jo se bëhet diçka për të shqetësuar, është për të gëzuar. Dhe në gjërat e tjera ka mundësi dhe çështje të rëndësishme nga më të mirat që japin mundësi në zgjidhje të çështjeve problematike. Dhe kjo është një ndikim shumë i madh, një çështje shumë pozitive, madje perfekte në ndryshimet që do bëhen tani e tutje. Mbajini mend, do më kujtoni. Data 11 është data e zhvillimit dhe e përfundimit të problematikave ligjore prej shumë kohësh dhe çështjeve të dashurisë në anën tjetër. Prandaj mos më shqetësoni. Tani, para se fillojmë parashikrimin e 12 shëve zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, kemi këtë faqe roz këtu, duke klikuar, duke shikuar, dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe më pas flasim bashkë për detaje të tjera nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti dhe kërkoni që të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas e dërgoni dhe merrni përgjigjen drejt për së drejti. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Përsa për shenjën së Dashit, meqense Dashi është në një periudhë tani mjaft korrekte dhe koha ka treguar që Dashi është shumë pozitiv në punë dhe në çështjet e karrierës. Tani bini pas dhe dashur miq, sepse ka të bëjë shumë me punën dhe me karrierën, ndryshimet që do të keni, sidomos paraditja është mjaft pozitive për ju të shenjës së Dashit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Përsa për shenjës së Demit, duket se Demi, edhe pse ka shumë gjëra në kokë, por duhet pasur kujdes në lidhje me çështjet ekonomike, financiare,
dhe kjo do të ndihmojë në lidhje me çështjet e vazhdimësisë dhe të kohës së dur në mënyrën e dur për gjërat ekonomike financiare dhe ndryshime që do të keni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me dashët e diçit të tretë është ideale. Shkojmë tek shenja e, që është shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, binjakët duket se kanë mjaft çështje pozitive në ekonomi, në ndryshime, në marrje vendimesh të rëndësishme dhe është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku do të shikoni gjërat të ndryshojnë dhe janë momentet mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj dhe është periudha shumë pozitive në lidhje me çdo takim që mund të keni ose çdo gjë që mund të dëshironi të realizoni. Në anën tjetër, ka të bëjnë shumë me një takim mjaft të rëndësishëm pune, biznesi, që mund të bëhet në orën 16 se ka për t'ia vletur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me peshore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Gjëra dhe ndryshime të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe të punës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshkët e diçit të parë dhe me ujorët e diçit të tretë është perfekte. Pak vëmendje do të bëni me shqiptarët e diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë luani. Për sa përket luanëve, luanët duket se kanë mundësinë tani në këtë periudhë, është një mundësi shumë e mirë për punën dhe për zhvillime të reja që do kenë tani tutje. Është një moment mjaft i mirë stabilizues në anën ekonomike financiare, në lidhje me një çështje ekonomike është momenti i duhur dhe shumë çështje të tjera do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Por në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e diçit të parë, me dëmtë e diçit të tretë, që është diçka shumë pozitive, madje ideale, kurse në çështjet shpirtërore keni të bëni edhe me një bashkim familjar që është me shigjetar të 10 diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha, në fakt, virgjëresha luan një rol shumë të rëndësishëm për sa përket kësaj dite, është një ditë shumë e mirë sepse zakonisht juve e jeni mësuar me shumë gjëra në përduar, në për punëra, në për ndryshimet mëdha që keni, por bëni kujdes mos mund nxitoni në vendime që do të merrni, sepse edhe koha tregon që jeni me fat, keni mundësinë, por kërkohet vëmendje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e diçit parë dhe dashët e diçit tretë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket shenjës së peshoreve, peshorët duket se tani në këtë periudhë është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur disa gjëra që i keni lënë dhe pas dore xhanën, po koha ka treguar që juve dini shumë mirë dhe i stabilizoni në anën ekonomike tuaj, në pozicionin e planeteve që i keni dhe momenti që juve keni në anën tuaj është një mundësi shumë e mirë stabilizimi ekonomiko-financiar, një moment mjaft i mirë për punën tuaj, për karrierën tuaj, për momentin që keni dhe është diçka shumë e mbarë dhe kjo do të thotë që është marrje vendime të rëndësishme në kohën e dur dhe kjo bën që juve të jeni në anën tuaj, të jeni në krahun më të mirë të mundshëm për sa përket kohës dhe punës suaj në dinamika e madhe e ekonomisë është diçka shumë pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me luan duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se kanë një mundësi shumë të mirë tani. Mundësia është që ekonomia, stabilizimi, një dokument që e merrni jashtë është i gëzim shumë i madh për juve të kësaj shenje dhe është momenti juaj për të stabilizuar dhe për të rregulluar gjërat e juaja në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore, me ujor të diçit të tretë është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale për juve të kësaj shenje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me gafore janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, të shkojmë tek shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se mundësia dhe momenti është në anën tuaj, në durën tuaj dhe keni gjëra që do të ndikojnë shumë dhe është pozicionimi i planeteve ai që juve ju jep mundësi, ju jep një dorë të mirë në fushën e ekonomisë dhe në stabilizime të tjera. Por tani në këtë moment është koha tjetër që do shikoni
të ndryshoni gjërat e juaja në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime mjaft të mira që do të keni, por njëkohësisht është një mundësi e mirë në vendimet që merrni, sepse në çështje shpirtërore ka të bëjë shumë edhe lidhjet, edhe korrektësia juaj, por sidomos lidhjet më afatgjatë që mund keni në anën tuaj është shigjetar Luan, është shigjetar Peshk, është shigjetar Binjak të 10-22, edhe kështu që ka të bëjnë me zhvillime dhe ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Peshk është Italia. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e Bricapit. Për Bricapët janë shenja më eksperte në fushën e ekonomisë dhe shenja më ideale dhe më me këmbë në anë të tjera, sepse do lidhet shumë me ekonomi, lidhet shumë me stabilizimin, lidhet shumë me rolin drejtues, por ka dhe një gjë shumë mirë tani për dokumentat për juve që ndodheni në Gjermani ose në Francë, është një moment mjaft i mirë për ta zgjidhur këtë çështje dokumentacioni. Megjithatë, është një moment shumë i mirë tani sepse ndikimi i Saturnit me Jupiterin jep një mundësi shumë mirë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me Akrep dhe me Binjak duket e para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Ujorit. Për ujorët duket se tani për tani i kanë të gjitha mundësitë për zgjidhur problemin e tyre. I kanë të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin e tyre. Edhe pse ujorët nga njëra anë mërziten shumë për sa i përket çështjeve që lidhen me ekonominë, lidhen me ndryshimin e madh që kanë, por njëkohësisht kanë dhe disa gjëra të tjera që duan të stabilizojnë dhe të arrin majat në fushën e ekonomisë të stabilizimit të punës së tyre. Megjithatë, duke filluar nga tani, ka filluar qysh djegjen, ku gjërat do jenë shumë herë më mirë për juve të shenjës së Ujorit, do shikoni që të shumë ndryshime do keni në favorin tuaj dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe për të stabilizuar jetën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me Akrep të 10-22 është diçka shumë pozitive. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë Peshqit. Për sa përket shenjës së Peshqve, megjithëse Peshqit duket se tani për tani mund të mos jenë anën e tyre gjërat ose të mërziten për të gjërat vogla, por këto janë kalimtare, nuk është se gjërat janë të rregull ose janë gjithçka që ndodh ose rregullohet. Juve e keni mundësinë, jeni mjaft të ndikuar dhe është pozicioni i planetave që ju ndihmon shumë ju të shenjës së Peshqve, intuita juaj, momenti juaj, koha juaj dhe kjo është diçka mjaft e mirë për të stabilizuar jetën tuaj dhe punën tuaj. Është koha e duhur për marrje vendimesh të rëndësishme. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Peshk të 10 të parë, që ka diçka shumë mirë, dhe me Luan të 10 është koha e duhur dhe momenti ideal. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 11 nëntor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, që jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë mund të klikoni në www.astrologo.al, kemi faqen rose që është atje. Atje mund të klikoni, të shikoni se çfarë dhe se si gjërat vijnë dhe është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket ndikimeve, për sa i përket punës, për sa i përket çështjeve që ju keni, duke sjellë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve dhe doni dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. Duke klikuar, duke parë se si funksionon shërbimi dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përgjigje. Në një rrugë pulla, ju uroj një ditë të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirat.